Kosova ka nisur të strehojë emigrantë të deportuar nga Shtetet e Bashkuara, të cilët nuk kanë origjinë kosovare. Këtë e bëri të ditur të njëjtën në mbrëmje kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas tij, autoritetet kosovare janë përgjigjur pozitivisht një kërkesë të administratës së presidentit amerikan Donald Trump, duke pranuar fillimisht 50 persona të larguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë për mediat e Kosovës, Kurti tha se bëhet fjalë për persona që autoritetet amerikane nuk kanë dashur t'i mbajnë më në territorin e tyre. Ai shtoi se deri tani në Kosovë kanë mbërritur vetëm 1 ose 2 emigrantë. Kurti nuk dha informacione mbi shtetet e origjinës së tyre, ndërsa institucionet e Kosovës ende nuk kanë bërë të ditur detaje për statusin ligjor, mënyrën e akomodimit apo kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre në vend. Kandidati për deputet i lëvizjes Vetëvendosje Enver Dugolli ka deklaruar se është plotësisht i bindur se subjekti i tij politik do të arrijë të fitojë mbi 50% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke i siguruar vetes shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë, pa pasur nevojë për koalicione pas-zgjedhore. Në emisionin ditari, Dugolli ka theksuar se synimi kryesor i lëvizjes Vetëvendosje është marrja e shumicës së plotë parlamentare. Ne synojmë ta fitojmë shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë dhe institucionet dhe jemi të bindur se do të dalim fitues në këtë drejtim pa pasur nevojë për koalicione pas-zgjedhore. Besoj plotësisht se do të marrim mbi 50%, është shprehur Dugolli. Ai ka rikujtuar se në zgjedhjet e kaluara, edhe pse Vetëvendosje kishte fituar mbi 42% të votave, bllokimet deportive të tjera me përqindje dukshëm më të vogla penguan formimin e qeverisë pa marrëveshje. Dugolli ka thënë se këtë herë beson se qytetarët nuk do të lejojnë eksperimente që e mbajnë Vetëvendosjen nën 50%, duke e pamundsuar një qeveri të qëndrueshme. E kaluara ka treguar se nuk mjafton të kesh mbi 42% të votave, sepse bllokimi që u bë nga partitë e tjera të cilat kishin përqindje të dukshme më të vogël e pamundsoi formimin e qeverisë. Tani është në gjykimin e qytetarëve se çfarë do të ndodhë në këtë zgjedhje dhe unë jam i bindur se ata nuk do të lënë më hapësirë për eksperimente të tilla që ta lënë lëvizjen Vetëvendosje nën pragun e 50%, duke mos i dhënë mundësinë për të formuar qeverinë, ka deklaruar ai ndër të tjera. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka emëruar sot Imri Demelezin, ministër në detyrë në Ministrinë e Bujqësisë, Filltarisë dhe Zhvillimit Rural. Ai do të zëvendësojë ministrin e deritanishëm të këtij dikasteri Faton Peci, i cili merr detyrën e kryetarit të komunës jugore të Mitrovicës pas zgjedhjeve lokale të nëntorit. Këtë e ka bërë të ditur vetë ish-ministri Faton Peci përmes një njoftimi në Facebook. Të dashur qytetar, sot e dorëzova detyrën e ministrit të Bujqësisë, Filltarisë dhe Zhvillimit Rural tek Imri Demelezi, të cilit i uroj suksese dhe mbarësi në përgjegjësinë që e presin. Shpreh falënderim të veçantë për kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, për korrektësinë, mbështetjen dhe bashkëpunimin e shkëlqyer që kishim. Një falënderim për fermerët, kabinetin, stafin e ministrisë, bashkëpunëtorët e jashtëm dhe të gjithë aktërët e sektorit që kontribuan në secilë fazë të punës sonë të përbashkët. Faleminderit, ka shkruar Faton Peci në këtë reagim të tij në Facebook.